Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Tronditse, Bleona Mata u rrëmbye në Kukës dhe u soll në Vlorë, tek vajza që nuk bënte fëmijë. 15 vite pas zhdukjes që la pa gjumë mbar opinionin publik, një dëshmi e re dhe Tronditse premton të hedhë dritë mbi fatin e Bleona Matës. Vajza e cila u zhduk në moshën 6 vjeçare nga fshati Zapot i Kukësit, ndërsa kulloste baktin, dyshohet se është gjallë dhe ndodhet në Bashkimin Evropian. Sipas informacioneve të bëra publike nga gazetarja e njohur, një shtetas ka rrëfyer skemën e frikshme të rrëmbimit që ka ndodhur brenda gjirit të fshatit. Sot, 15 vite pas zhdukjes së Bleonës, sipas informacioneve më të fundit, e thënë nga një shtetas, Bleona, vajza 6 vjeçare rrëmbyer në Kukës, është rrëmbyer nga një fshatar, po nga ai fshati Kukësit, që ja kishte vënë syrin prej kohësh dhe është sjellë në fshatin Llakatun të Vlorës, tek vajza e tij që nuk mund të bënte dot fëmijë. Pas 3 muajsh, kjo familje bashkë me Bleonën ikën në Greqi dhe vitet e fundit gjenden në Gjermani. Bleona Mata jeton në Gjermani.